Edhe këtë vit, prodhimi i qershisë në Dibër ka qenë i bollshëm, por një pjesë e konsiderueshme e frutit ka mbetur pa u vjelë dhe pa u shitur. Fermerët thonë se mungesa e fuqisë punëtore dhe një tregu të organizuar me shumicë po i shkakton humbje të mëdha ekonomike. Zona e Dibrës njihet për plantacionet me qershi, të cilat prej vitesh kanë qenë burim të ardhurash për dhjetra familje, por këtë sezon shumë prej tyre nuk kanë arritur të mbledhin prodhimin në kohë. Neritan Ferruku, i cili kultivon mbi 3 hektar me pemë qershie, tregon se e pati të pamundur të siguronte punëtor për vjeljen e frutit. Sipas tij, varietetet e hershme dhanë prodhim të bollshëm, por një pjesë e madhe mbeti në pemë për shkak të mungesës së krahut të punës. Edhe fermerë të tjerë cilësojnë mungesën e fuqisë punëtore si një nga problemet më të mëdha që po përballet bujqësia në zonë. Ata thonë se janë detyruar të vjelin edhe qershitë e dëmtuara nga krimbi, vetëm për të mos e lënë në pemë, pasi kjo mund të shkaktojë infeksione dhe të dëmtojë prodhimin e viteve në vijim. Përveç mungesës së punëtorëve, fermerët ngrenë shqetësimin edhe për mungesën e tregut me shumicë. Ata kërkojnë më shumë mbështetje për gjetjen e tregjeve të shitjes, pasi një prodhim i bollshëm nuk sjell fitim nëse nuk arrin te konsumatori, shprehen fermerët. Kemi rreth 3 hektar qershi, edhe po thuj se në kanë ngell mbi 30-40 kuintal qershi pa vel për fuqi punëtore, se nuk ka punëtor. Edhe ato që i gjejmë, po i mbajmë me shumë kimet, se kemi frikë se na hikin edhe ato. Edhe kështu, situata është shumë qershi ka pas boll, na ka thonë Zoti pa hesab, ama njerëz me i vel nuk kemi. Po këto që kemi marrë, me një fjalë kemi paguajt 35.000 lekë, drekën, kafe 2 herë në ditë. Edhe kemi transportin e kemi pas lartë e poshtë, me një fjalë kemi marrë të shtëpia, kemi çuar përsëri të shtëpia me makinat tona. Gjesh punëtor me mik, kjo është situata. Shumë e keqe. Demoralizohesh kur e shef prodhimin në pemë edhe mos arrish ta vjelish, është një katastrofë. Kam punu 8 vjet në Greqi, edhe jam kthyer tek toka e gjyshit, se nuk du me e lënë, ama me vështirësit mëdha. Po kjo është një dëm tjetër, se i krijon smundje pemës për vitin e ardhshëm. Mundet i rahem që të marr punëtorin edhe ta vjeli prodhimin ta hedh në tokë, për arsye që mos kem smundje për vitin e ardhshëm, sepse kjo e dëmton shumë pemën. Nuk është vetëm tregu që ajo prodhimi që është në pemë ose që nuk është shitur, por është edhe smundje për vitin e ardhshëm. Jo, ka ngel sa të dush pa mbledh. Varieteti i parë, bulati ka ngel. Çuni gjastim ka mbi 2 ton në Rabna, ke bloku i vjetër ish në Bëve. I kanë ngel për fuqi punëtore. Si lule kanë ngel në pemë, kanë filluar të thahen, 35 e kanë paguar. Ka që kanë paguar 30, ndoshta kanë marrë edhe me 40. Është problem. Si në gjithë Shqipërinë edhe për ne është problem. Ne punojmë me fushata, qershia është delikate shumë.